Ku jemi sot, Arlim? Jemi në qytetin e Kuçovës. Një gjë që më ka bërë shumë përshtypje në këto qytetet e vogla, domethënë midis Elbasanit dhe Beratit, është që gjithmonë nxjerrin kështu bajraktarët që thonë kemi 5000 vota, 7000 vota, edhe pse janë zonat më të varfra ato. Si ka mundësi që jemi akoma 1920? Po kjo është fatkeqësia jonë. Në far kuptimi, procesi i industrializimit, i rrënimit ekonomik ka riprodhuar disa marrëdhënie sociale të prapambetura dhe prandaj këta feudalët lokal ju duket vetja fort, ju duket vetja sikur kanë fuqi për të bindur e për të detyruar për të votuar një qytet apo një komunitet tërë. Gjithsesi, unë sot jam vërtet shumë i gëzuar se kemi folur me shumë qytetarë këtu të Kuçovës, që na kanë dhënë mbështetje, ka qenë simpatizantët tanë. Një pjesë prej tyre afërmend në një vend si Shqipëria nuk guxojnë dalin hapur, po besoj që kjo shumicë e heshtur e qytetarëve, jo vetëm Kuçovë, anë e mban Shqipërisë ditën e votimit në 11 maj, do ta hedh votën për lëvizjen bashkë. Na duhet një ndryshim i madh, na duhet një ndryshim i vërtet, na duhet politike ndershme dhe na duhet një farë kuptimi edhe dalje nga prapambetja, në të cilën na kanë rihedhur ata që na kanë vjedhur deri më sot. Faleminderit.